me 2 magistratura dhe thot jam I pa punën. A është ky problemi, a është sistemi I problemi, kush është, ku buron ky problematik? Për mu, Ardit, çka do të shoh që është e obligueshme ligjërisht? Ka një dozë a priori të dyshimit keqdashës. Kështu e shoh unë personalisht. Domethënë, nëse ligji duhet për me sforcu diçka, atëherë këtu diçka nuk është në rregull. Kështu ndjej unë. Sepse na si prindër, a kishe më kanë vladi I edukum. Me pas normal po. Njëri po, unë e kam qef. Secili njeri në botë, nëse e pyetja kishe pas qef fëmijën ton me pas me dije, më koni mençëm, apo po, kretë përgjigjen po, kërkush nuk thotë jo më në të jetë debil. Apo thon, pse ai aspiron prindi për një jetë më të mirë për fëmijën e vet se sa që ka pas ndoshta vet. Tu nuk kemi asnjë dilemë na. Po a është ky formati më I mirë I mundshme për fëmijën ton? Apo jo vetëm në Kosovë, jemi të folë në nivel global, s'po izolim Kosovën si rast. Mirë po, a është formati I vetëm burr apo çysh ka ekzistuar njerëzimi le të themi deri para 150-200 vjetë? Çysh janë mësuar, çysh kanë përfituar dije të reja? A ke bënë ai këtë pyetje ndonjëherë? A u dash me shku me një sistem në ora 7 sabahit deri në ora 1-2 ku vjen sa zgjat orarit tash, edhe me ardha aty një arsimtare, me ardh një tjetër, edhe supozimi është që secili prej këtyre që shkon në Londë vjen tjetra, këta janë eksperta dhe janë më të mirë të mundshëm për çat pozicion, që është duhesh me pranu si të vërtet, që nuk është të vërtet, e di me secilën matje natën. Mos përmendi PISA, këtu që janë për indikacioneve le të themi që s'po performoj ka shkolla. Problemin tjetër që jelin shkolla për mendimin tim, po bëj digresion pa këtu, është pritshmëria që I mbjell te individi, që nëse ti e kryen këto, jetën e ke të garantuar. Këtë bindje ty të merr bën me një farlloj pasivi, ti më nuk I guxim për me ndërmarr një hap tondin, sepse ke ndërtu një pritshmëri që nëse e merr atë diplom, ti më je I kualifikumi, edhe tash ty jetave shka me të rrjedh livat. Po atë nëse o kështu, pse kemi papunësinë, atë pse kemi njerëz që bada folun te Naimi atë në emision me 2 magistratura dhe thotë jam I pa punën. A është ky problemi, a është sistemi problemi, kush është, atë ku buron ky problematik? Domethënë shkolla nuk po të jep ka ty me automatizëm një jetë më të mirë që ka aspiruti, as nuk po ta gjej ka vendin e punës by default, plus tjetra që po të prodhon edhe ky I diplomum që jo me 10, edhe ky I diplomum me 6 me 7, të dy këta janë diplomum, të dy e kanë certifikatën dhe kanë prodhuar një farë lloj ekuivalencë, që është e vërtet, sepse ky është më I dishëm, ky jo më pak I dishëm, ky jo më I guximshëm në një sferë tjetër, ky jo më pak I guximshëm në një sferë tjetër. Apo domethënë, këta nuk janë të barabartë, ani pse e kanë kryer fakultetin e njëjtë, le të themi. Domethënë ka një varg në këtë rrjetën e paratis që komune me sistemin e edukimit arsimor, edhe ajo shkëndia e parë, udhëzata edhe pak e mbaroj me këta. Shkëndia e parë për këtë parahati ka qenë 2016, ishim shtu me një farë lokali në 2 shok të Prizrenit, edhe njëri prej tyne me përvojë të jashtëzakonshme jetësore, u kanë fakultet, ura çapo di në jetë ka shkuar në Zvicër anë kënej, I kanë ndrur rrjedha pastaj me disa aspekte tjera. E në Burg, në Burg ka lexuar shumë. Për 7-8 vjet Burg që I ka bë, ka lexuar libra ekstrem. Edhe I ka filluar më u thellun këto farë pikpyetja. Edhe në diskutime to për një shkollë model se ç'është do duhem ja prezantoj kështu idenë më ja prezantoj Pacollit, çaj Pareli Pacolli me ndërtu shkollën e parë model, prit parës deri në 9-8-9. Edhe me thonë, nëse bëna funksionon që kjo, atëre e përkthejmë edhe në shkolla tjera. Domethënë me kryer një shkollë që e prezervon vetdijen kombëtare të gjeneratave të ardhshme. Excuse me, edhe thanë në proces e sipër. Po ja ka e tha nonën para 200 vjetë u ka çuni far tipi atje në Rakizhi që ka pi me sabat këtë pike vet. Otto von Bismarck tha dhe ka thonë që kjo është më e mira për ju, për fëmijët e ju. Unë e kam bënë Otto von Bismarckin për historisë kur kena mësuar në shkollë fillore atë. Po tash smujta me lidh çka pa Otto von Bismarcki me shkollën burr. Keni një pyetje kur pse thash Otto von Bismarcki? Ai tha ideatori shkollimit me ja marrësh fëmijët në mëngjes, si çosh në shkollë dalin 2 ata dhe si shefam. Më bëni kurioz. Do ta tu hi tu këshir materiale dhe ashtu del që opa Otto von Bismarcki kur e ka bashkangjit Prusin, ka filluar sistemi që shme I bo proletariatin prodhimtarin fabrikën atë, e ka shtin sistemin e obligimit, e ka bo shkollën e obligueshme. Çka ligjërisht, domethënë se çoj unë në shkollë çikën, edhe ti, na dënon, na persekuton ligji apo se figuron emri s'po shkon shkollë ky Vladi, me njerëz janë policia, ta marrin fëmijë çapo diun këtu të natësh, deri ku ka më shku tentakulat e shejtanit. Po e nda që ta ka obligu ligjërisht. Më thonë, ai po din që kjo është më e mira për fëmin ton, ti nuk I ki qatë drejt.